protesta dhe arsyeja që këto protesta janë të vërteta është deri në momentin e parë që doli Sali Berisha dhe tha duhet të bëhet projekti, tha. E ndjen lagështirën. Dhe kjo ishte arsyeja pse doli, që mos të dilin demokratët. Ata demokratët simpatizant që Partia Demokratike mendon se i ka duke jo se diçka do ndodhi. Dhe kjo është një protest për gjithë sistemin politik. Që qeveria t'i thërasi trurit, që kryeministri t'i thërasi trurit. Populli dhe masa e popullit nuk shtypet. Nuk shtypet, jo masa e popullit. Masa e popullit jo kur. Nuk shtypet. Masa e popullit që ka dalë, nuk besoj se do shtypet. Diçka do ndodhi. Sepse sa vjen edhe poshtohet. Është ja vdekje ja liri. Kështu është kjo protest. Kjo protest është ja vdekje ja liri. Nuk ka më. Në qoftë se nuk ndryshohet sistemi në Shqipëri mbas kësaj proteste, Shqipëria nuk ka më shpresë. Është shansi i fundit. Është lëvizja e fundit dhe shansi i fundit. Në qoftë se politika dhe në qoftë se mënyra e qeverisjes nuk ndryshon mbas kësaj proteste dhe protesta dështon, atëre ne do jetojmë gjatë gjithë kohës të shtypur. Është shansi i fundit. Është ja vdekje ja liri. Është shansi i fundit që ne kemi me këtë protest. Është shansi i fundit me këtë protest. Në qoftë se dhe kjo protest shkelet, ta harroni se ka për të shuar më kush, ta harroni se do ndryshoj me gjë, dhe ne kemi për të shtypur akoma më keq. Kam për të vrarë njerëz rrugëve si punë e qenit. Edhe nuk ka për të gjetur kush i vrau për çfarë i vrau. Kam për të vrarë njerëzit kështu dhe do zhduken me sekonda pa asnjë do bëhet Kabul. Do bëhet si Kabul, pasandaj se ata do marrin zemër dhe nuk ka shans me t'u dalësh para atyre të mëdhenj vende lart. Është shansi i fundit. Është shansi i fundit. Çfarë po kërkojmë? Çfarë kërkojmë ne? Që në 2026 ja tha ajo gazetarja të gjitha. Ja tha ajo gazetarja. Ja tha gazetarja të gjitha. Në 2026 nuk ke ujë drita akoma në Shqipëri. Në 2026 ke një sistem politik ku asistenca sociale për njeriun, për robin, që është e njëjta qenje si qeveritarët, është 20.000 lekë të vjetra. Për qenin është 250.000 lekë të vjetra. Asistenca për një qenë në Shqipëri 250.000 lekë në muaj. Asistenca për një rob është 20.000 lekë në muaj. Ky është sistemi që ata kanë vënë. Ky është sistemi që ne po na vllaberon, ne po na ha për dita. Keni familje që jetojnë në mjerim. Ka instanca për katse që duhet të merren. A merret kush? Askush nuk merret. Askush nuk merret. Nuk do t'ja di njeri se kush jeton dhe se kush vdes, se kush ha dhe se kush nuk ha. Askush nuk do t'ja di. Keni një sistem që po pagove lek të gjykatësit dhe të prokurori deli pafajshëm. E dim të gjithë. Kemi një sistem që t'ikësh me 200 jepi 20 që në policit shpëtove. Nuk more gjop. E dim të gjithë. Kemi një sistem që po t'jesh djali deputetit ose ministrit, bëj që atë duash. Se nuk të prek askush me dorë. E dim të gjithë. Kemi një sistem shëndetësor që vdes në spital dhe nuk intereson askujt. Edhe këtë e dim të gjithë. Pse a nuk e dim në qa sistemi kemi? Një sistem të qelbur, të kalbur,
Ne di më të gjithë se si funksionon sistemi në Shqipëri. Edhe po na shesin dhe palavra. Ne di më të gjithë se si funksionon. Gjatë gjithë 35 vjeçarit kanë ngrenë vetëm qeveritarët. Janë bashkore të gjithë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Janë të gjithë bashkë me njëri tjetrin. Hiqe njëri këtë Batmanin. Janë të gjithë bashkore, të gjithë lidhur. Të gjithë me njëri tjetrin janë të lidhur bashkë kundra popullit. Nuk kanë punuar kurrë për popullin. Po të kishin punuar për popullin, e pati 4 vjeçar ka qenë Fatosnanua. Në kohën e Fatosit njerëzit kishin hanin buk. Vetëm atë mbajnë mend njerëzit ore. Kishin hanin buk kohën e Fatosit, hanin gjithë. Leri të hanë, thoshte ai. Humbi zgjedhjet hiku, e mbylla tha politikën, ka që ishte, miru pafshin. Mora 5 për vete, tha, 3 u adhash popullit edhe shëndetet mira. Po jore, këtu se dua unë ta kem unë dhe vetëm unë dhe se lëshoj. Këtu se jemi ne vetëm ne dhe se lëshojmë, do t'u rjepim, do t'u bëjmë të ikni na Shqipëria nga sytë kemët. Po ne kemi ikur, gjysma, për mos të ore quna. Më nëmërojni familjarët tuaj. Nisni, çfarë keni në familjen tuaj, shkoni deri tek kushërinjtë e parë, jo më larg. Nëmërojni, i keni më të shumtët jashtë shteti apo brenda Shqipërisë. Nëmëroni sa njerëz njini që kanë ikur jashtë dhe sa janë në Shqipëri. Pjesa më e madhe kanë ikur. Pjesa më e madhe jemi në emigracion. Pjesa më e madhe ne po pse a dua unë të jetoj në Island, gjallë botë kur. Gjallë botë kur. Po jam detyruar, jam imponuar. Jam imponuar nga mënyra nga më të ndryshme to që u shifsha Europë të gjithë juve që më keni imponuar. U shifsha Europë të gjithë juve që më keni imponuar. Ju që nga drejtoria arsimore, që nga bashkia e që nga ministria. U shifsha Europë se ju më keni imponuar që ika. Se ma bët malore, që u shifsha motrën. I kam hedhur ato diplomat me i cep. Pse e moru qifshë Europë? Unë që qaj në Island, pse mos të qaj do të në Shqipëri? Sepse e sistemi aq i kalbur, e sistemi aq i korruptuar, e sistemi që do ndjeki vetëm zinxhirrit dhe do shkoj çdo hallk ashtu si duhet, duke u rrotulluar rreth tyre. Dhe ky sistemi i kalbur ka bërë që ne të delgjemi rrugëve të Europës. Më shumë shqiptar se asnjëherë tjetër, të ikur nga sytë këmbët. Me gomon e pra Angli rrezikon kokën. 2026. 2026. Më larg akoma se çka ikur po ikin shqiptarët. Akoma më larg, akoma më larg, akoma më larg, akoma më larg. A nuk është për të ardhur keq? Pse a mos janë vendet më të bukura këto vendet këtej ku jetojmë ne? A mos kanë mundësi më shumë? A mos kanë mundësi më shumë këtej? Jo, Shqipëria po të ketë një sistem qeverisës si që ka një pjesë e mirë e Europës, zhvillohet dhe krijohen mundësi për të gjitha gjërat, për të gjithë, sepse ka burim të ardhurash. Ka burim të ardhurash. Por, në qoftë se të gjitha taksat do vjen tek deputetët, në qoftë se të gjitha do shkojnë te ministrat, në qoftë se të gjitha do shkojnë te miqtë e ministrave, po normalisht ore që populli nuk mban dot më. Po nuk mban më ore populli, do çohet, do protestoj. Do çohet do protestoj dhe shumë mirë bëni. Dhe shumë mirë bëjmë të gjithë. Gjithë me mënyrat tona. Të gjithë. Se po nxjerrim në fund të fundit atë pakënaqësinë që kemi ndër vite. Atë pakënaqësinë që ne kemi ndër vite, po e nxjerrim, po e shfaqim. Po e shfaqim, po jemi të pakënaqur. Në fund të fundit jeni punëtorët e popullit.
Dhe kur populli çohet dhe të treq vrejtje, duhet të ulesh dhe ta dëgjosh. Se ke punë, nuk e ke pronë. Je punëtori i popullit. Je punëtori numër 1 i popullit, kryeministri. Punëtori numër 2 i popullit, presidenti. Punëtori 3 i popullit, ministri. Punëtori 4 i popullit, zëvendësministri. Punëtori 5, deputeti. Ju jeni punëtor të popullit. Por, mënyra se si i bëni ligjet, i keni bërë që ta shikoni popullin si të rëndomt, dhe populli punoj për ju, dhe jo ju për popullin. Dhe kjo është pse është shuar populli. Ai popull që ju e quani popull, janë ata shqiptarë që janë të pakënaqur, janë ata shqiptarë që do t'u rrëzojnë, janë ata shqiptarë që do t'u tregojnë vendin. Ka pasur shumë njerëz në politik, në shtetet të ndryshme të Europës dhe të botës, që i kanë trequr zvarr. Nuk është çuditë ndodhi në Shqipëri. Mos u duket e pabesueshme. Mos u duket e pabesueshme kjo masë e madhe populli që është shuar. Mos ju duket e pabesueshme që kjo masë e popullit që është shuar të tërheqë zvarrore. Jo që ore në Bullgari futën për kosha plerash, ore, dini ju apo se dini. I kanë futur për kosha plerash në Bullgari, ore. I kanë futur në kosh plerave ministrat. Kap ministrat fut kosh plerave, mbyll kapakun. I keni para apo si keni para? Po pse, a mos u duket e çuditshme që të çohet edhe një herë mas më e madhe kësaj proteste sa që sot? Kam dëgjuar në televizione dhe kam dëgjuar edhe në video në TikTok këtu që do çoheshin, do niseshin që nga Anglia, do takoheshin pastaj në Kalajs, në Francë, do takohesh në Nepal, ore, rinia u quare. 16 vjeç ishte aja, 18, sa vjeç ishte re çuna? Sa vjeç ishte ideali në Nepal? Ore, populli është masë e madhe, 16. 16 vjeçore. Populli është masë e madhe, populli të shtyp. Populli të shtyp, ore. Se është masë e madhe dhe masa të merr me vete. Dhe në qoftë se ajo që unë kam dëgjuar ndodh, është e sigurt që do jetë rrëzimi i këtij sistemi i qeverisës, jo i qeverisë. Jo, nuk bëhet fjalë për Partinë Socialiste, ore. Nuk është protesta kundra Partisë Socialiste, o ta kuptoni, ore. Se mos je socialiste dhe thoj nuk dal në protestë, ore. Se mos thoj që je socialiste dhe nuk kam se të dal, ore. Por po, duhet dalësh protestë, socialiste, demokrate, LSI-ste, i çdo lloj partie politike qofshore. Nuk është ajo parti politike që ti pretendon se është për të qenë, ore. Nuk po qeveriset Shqipëria as në opozita, as në mazhoranca ashtu si duhet, ore. O të gjithë duhet dalin protestore. Leri bindjen politike, ore. Të gjithë duhet dalin protestore. Të gjithë që të kemi një mundësi më të mirë për nesër. Të gjithë duhet të ngrejmë zërin dhe të flasim, ore. Jo të rrim duke parë se çfarë bën qeveria. Duhet të gjithë të dalim. Të gjithë. Por po unë kam njerëz të mi, familjarët e mi aty. Vetë fizikisht nuk vi dot. Po njerëz të mi kam në protestë. I kam edhe protestojnë me të drejtë. Por po, kam familjarë të mi që protestojnë. Kështu që mos thoni pse nuk vete ti, ore. Duhet të protestojmë të gjithë me mënyrat tona. Të gjithë edhe kjo që po bëjmë këtu tani është një formë proteste. Se unë nuk po flas mbas murit. Unë po flas publik. Se kur i do qefi Top Channel-it na shikon, na regjistron, na nxjerrin televizor. Na nxjerr televizorë kur i do qefi, na regjistron, na shikon. Kush nga televizionet ka folur për protestën? Kush nga televizionet është marrë me protestën? Të gjithë janë munduar si t'i hedhin ujë protestës, ta fikin në mënyra nga më të ndryshmet. Vetëm News 24, bravo i qoftë atij pronarit News 24-s. Në qoftë se e kanë bërë. Në qoftë se kanë nxjerrë News 24, bravo i qoftë. Që nga burra i që paska. Ai që nga burrë shok, ai që pas ka News 24, bravo i qoftë, Allah ta ketë. Po të gjithë të tjerët, a dini pse nuk e nxjerrin? Nuk e nxjerrin vetëm sepse janë të gjithë të lidhur me pushtetin. Janë të gjithë të lidhur me pushtetin, prandaj nuk e nxjerrin.
janë të lidhur të gjithë me pushtetin, prandaj nuk e nxjerrin. Pse nuk del deputeti opozitar të mbështesi protestën? Deputeti opozitar, pse del vetëm Sheaj, ka dalë ai Qorri, edhe ai tjetri që rri me Sheaj. Pse nuk dalin ore këta të tjerët? Deputetët e partisë më të madhe opozitare në vend. Përse nuk del deputeti i partisë më të madhe në vend të bëj protest si qytetar? Si qytetar, pse nuk del? I ka prish resortin në martë të 24. Po nuk do vdesja ai që i prish resortin. Po nuk do vdesja asa i asunër e të na bëj qatë dojë. Na kam bërë, ore qa prisin ta bëjmë? Ore qa prisin ta bëjmë? Kaq, kore kotë për kuriozitet se më ka kapur një si kështu. Qa prisin na bëjmë? A na kanë të vdesin për spitale? A na kanë vrarë? A na kanë vjedhur? Që nuk na kanë bërë? Qa mund të na bëjmë, olla, i prishi resortin, dakor. Po kanë vrarë fëmijë rrugëve. Unë kanë vrarë fëmijë rrugëve, nuk janë gjetur kush i ka vrarë, o janë shdukur fëmijë. Qa do na bëjnë më, olla? Po qa do na bëjnë më? Shpirtin, vetëm atë na kanë ngelur të na i marrin. Ore na kanë, ore vuajmë në për Europën, për botore. Ore vuajmë nuk e keni iden, ose nuk i themi këtu vuajtjet në herë. Ore vuajmë e kemi nisur me të gjetur një dhomë me mikore, me një dyshek, me një cepore. Ore kemi gjitur, ore kemi dalë në emigracion nga mali Ariut, nuk kemi dalë në emigracion me avionore. Ore kam dalun ore në emigracion duke ecur në mal, ore. Po ata çik më të mëdhenj se unë. Po na kanë detyruar ore që të ikin malit ore ti shkatërroj ushtria greke, ore. Po pse ore si e dini ju, po prindrit tanë që nuk kanë hequr për mali, ore. Për t'ikur në emigracion, për të mbledhur ullinj, edhe për rrush në Greqi, ore, për pjeshk. Po pse ore drejqi e mori? Qa mund na bëjnë ne më shumë këta të shtetit, ore? Po qa mund na bëjnë, vetëm na marrin e shpirtin, se ajo na kanë ngelur, ore? Po që do shpirtin, po që se rri gjatë gjithë jetës, poshtë kemve të ati tjetrit, ore? Po që do shpirtin që fësa i ta kanë vend kemë këtu edhe nuk ta heqë për gjithë jetën, pse do jetosh në një mënyrë tillë? Pse ore na trajtojnë ne si kriminele ore në pre Europë, ore na kanë etiketuar me gisht? Pse ore i bën ai marrëveshjet ore që na etiketojnë si kriminele, e thot tall trapin me ata, thot bëj çfarë të duash ato se nuk merret shteti shqiptar duke i mbrojtur më. Pse ore nuk e dimë nga na vjen e keqja? Po ne e keqja na vjen nga marrëveshjet që bëjnë politikat shqiptare ore me shtetet e Europës. Pse ja mos vall janë këta të këqime ne, jo, po i ka bërë marrëveshjen ai zotria ndem ata. Po tani drejqi e mori, po qa do na bëjnë më, i prishi resortin në rregull. Shpirtin s'do t'ja marri dot. Prandaj kanë bërë çdo gjë që është e mundur këtij populli. E kanë shkatërruar, vjedhur, shtypur, vrarë, masakruar. Kush e hapi në theshtatën, ore? A nuk e hapën ata vetë në theshtatën që të vritëshin njerëzit mes veti? Kush e hapi?